Spari neve si bordi asociacionit kemi kërkuar nga Ministria e Financave që t'ja mundsoj komunave miratimin e buxhetit masafatit ligjor, që neve kemi menduar që me një vendim nga Ministria e Financave t'i lejohet komunave që t'i miratojnë buxhetet pas zgjedhjeve lokale, sepse do të ishte shumë më mirë që kryetarët e ashëm dhe anëtarët e kuvendeve komunale t'i miratojnë buxhetet dhe të punojnë me ato buxhete vitin e ashëm. Mirë po, ende s'kemi marrë asnjë përgjigje nga Ministria e Financave, por tash ka aspektin ligjor, kryetarët e komunave deri me 1 shtator e kanë pas obligim ligjor si t'i dorëzojnë projekt buxhetet për vitin e ardhshëm në kuvendet komunale, dhe kuvendet komunale deri me 30 shtator e kanë afatin ligjor bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, deri me 30 shtator t'i miratojnë dhe t'i dorëzojnë në Ministrinë e Financave për hapat e më të tjeshëm. Mirë po, neve po shpresojmë që gjitha kuvendet komunale do t'i miratojnë buxhetet e tyre komunale, sepse në të kundërtën janë disa kushtimisht disa penalti cilat parashihen me ligjin në fjalë, dhe nëse kuvendet komunale nuk arrijnë që deri me 30 shtator t'i miratojnë buxhetet e tyre komunale, atëherë me legjislacionin e fuqi, Ministri ka të drejtën që të hartojë një buxhet për ato komuna, duke u bazuar në shpenzimet e vitit të kaluar. Mirë po, kjo nuk do të thotë që me këtë mund të mbarojë gjithçka. Është një nem tjetër i cili thotë që kuvendet komunale mund të miratojnë buxhetet e tyre dhe t'i dorëzojnë në Ministrinë e Financave derisa të mblidhet Parlamenti i Republikës Kosovës, i cili e shqyrton buxhetin e Republikës Kosovës për vitin e ardhshëm. Do të thonë, nëse kuvendet komunale nuk arrin deri me 30 shtator t'i miratojnë buxhetet e tyre komunale, atëherë kanë edhe një mundësi që para seancës së Kuvendit Republikës Kosovës ku shqyrtohet buxheti i Republikës Kosovës si tërësi, t'i dorëzojnë në Ministrinë e Financave. Dhe në bazë të legjislacionit në fuqi, Ministri i Financave e ka obligim ligjor që sa më shpejt ta dorëzoj atë projekt buxhet të komunave përkatëse, cilat nuk kanë arritur të miratojnë brenda afatit ligjor në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe që Kuvendi i Republikës Kosovës t'i marrë parasysh ato buxhete komunale dhe t'i vendosë në buxhetin e Republikës Kosovës. Mirë po, është një nen aty ku thotë që Ministri i dorëzon sa më shpejt që është e mundur në Kuvendin e Republikës Kosovës, mirë po nuk do të thotë që Kuvendi i Republikës Kosovës e ka obligim që t'i marrë parasysh ato buxhete të komunave përkatëse të cilat nuk janë miratuar me kohë dhe t'i vendosë në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin e ardhshëm. Tash marrë parasysh që institucionet qendrore ende nuk janë funksionale, neve duam të shpresojmë që gjitha komunat do t'i miratojnë buxhetet e tyre, pasi që Ministria e Financave nuk po kthej një përgjigje dhe komunave të Republikës Kosovës ku kemi kërkuar që të shtyhet afati me një vendim për miratimin e buxheteve komunale, neve po besojmë që gjithçka do të jetë në rregull me gjitha komunat dhe po shpresojmë që me krijimin me funksionalizimin e institucioneve qendrore do të merren parasysh edhe ato buxhete të komunave të cilat nuk do ta miratojnë buxhetin e tyre komunal me kohë. Me legjislacionin e fuqi, nëse Kuvendi i Republikës Kosovës nuk arrin që deri në fund të dhjetorit ta miratoj buxhetin e Republikës Kosovës për vitin e ardhshëm, në këtë situatë aktuale, Kosova ka buxhet vetëm për janarin e vitit 2026. Do të thonë sepse kemi pas zgjedhjet në shkurt të këtij viti. Nëse krijojnë institucionet, atëherë po mendoj Kuvendi i Republikës Kosovës dhe Ministria e Financave me kohë e dorëzon projekt buxhetin e Republikës Kosovës në kuvend për miratim brenda këtij viti, atëherë gjithçka do të jetë në rregull. Në të kundërtën, nëse nuk ka funksionalizim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, atëherë vitin e ardhshëm Kosova mund të ketë buxhet vetëm për janarin e vitit të ardhshëm, të vitit 2026, apo nëse brenda kësaj periudhe kohore deri në fund të dhjetorit të këtij viti do të ketë zgjedhje nacionale, vetëm po supozojmë se nuk po duam të thonë që do të ketë apo s'do të ketë, po nëse, se kështu e përshkruan ligji, nëse do të ketë zgjedhje nacionale në këtë vit, atëherë do të kemi mundësi që të kemi buxhet të Republikës Kosovës edhe për shkurtin e vitit ardhshëm. Në të kundërtën, nëse nuk ka ndonjë zgjidhje
apo funksionalizim të Kuvendit të Republikës Kosovës deri në këtë kohë, atëherë që nga 1 marsi Kosova do të ketë një krizë financiare të jashtëzakonshme që nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovën e pasluftës.